Qendra për hapje dhe dialog rajoni Shkodër në bashkëpunim me Gjimnazin Oso Kuka dhe Muzeun Historik organizuan një aktivitet edukues ku historia takohet me të rinjt. Qëllimi i aktivitetit të sotshëm ishte jo vetëm që nxënësit e shkollës të njiheshin më nga afër me zhvillimet historike dhe vlerat historike të qytetit të Shkodrës, por gjithashtu edhe me figurat e rëndësishme që kanë nxjerrë ky qytet. Qoftë në aspektin historik, qoftë edhe në aspektin kulturor. Migjeni, Luigi Gurakuqi janë disa nga figurat më të njohura që unë mundem me përmend. Por gjithashtu edhe nxënësit patën mundësi më nga afër që t'ju realizojnë ose të zhvillojnë një guid me turistat e huaj që vizituan muzeun sot, në mënyrë pra që t'ju prezantojnë diçka, një aspekt nga historia e qytetit dhe nga zhvillimet historike të qytetit. Ky aktivitet është zhvilluar në bashkëpunim me Kodin, gjithashtu edhe me Muzeun Historik Kombëtar. Gjithashtu edhe është në bashkëpunim edhe me Muzeun e qytetit të Shkodrës. Nxënësit e shkollës Oso Kuka në këtë aktivitet kanë prezantuar një guid turistike. Atëherë ne kemi bërë një guid turistike të veprave të cilat janë të pasuruara në Muzeun Oso Kuka. Atëherë përmban shumë gjëra, si ende arkeologjike të kohës së vjetër, gjithashtu pikturat të bëra nga Koli Dormena, që pak më parë vendosa në pa pikturën e Koli Dormenës, e cila ishte hyrja, ndarja botëve, parajsa dhe ferri, dhe gjërat e tjera sipër, të cilat ishin veshje artizanale, veshje tradicionale, dhomën e burrave dhe shumë gjëra tjera. Ky aktivitet kishte si qëllim afrimin e të rinjve me trashëgimin kulturore, duke zhderruar muzeun në një hapësirë të gjallë dialogu e edukimi.